Unë do shkoj në një lidhje të drejt për drejt me zotin Visho Ayazi Lika, ishtë drejtuesi në shërbimit informativ shtetëror, njëkohësisht edhe ishtë ambasador. Zoti Ayazi, mirë mbrëma. Mirë mbrëma. I nderuar, dua t'ju pyes në krye si e keni parë protestën dhe mëtej për të bërë edhe një lloj analize për atë që flitet, agjenturat e huaja në Shqipëri. Faleminderit për ftesën. Protestën e kam parë si gjithë qytetarët e tjerë, në kuptimin që është drejtë civile, e drejtë e ratifikuar në kushtetutë qytetarës protestosh për atë që nuk je dakord me pushtetin, me qeverinë e radhës. Pra, edhe është një lloj emancipimi i cili gjithkush e ka e mirëprer në llojin e vet. Për sa i përket infiltrimit të grupeve të huaja, është pak e vështirë për të thënë, për të prononcuar për këtë punë, për arsye se së pari është shumë e vështirë për të identifikuar këtë gjëra. Së dyti është punë e shërbimeve të cilët punojnë me backgroundin e gjithë këtyre aktiviteteve dhe lidhur me situata konkrete për sa i përket në hyrjet për shembull iraniane në këtë aktivitet. Unë mund të them nga eksperjenca personale se gjatë kohës që unë kam qenë në detyrë e drejtorit të shërbimit, ka pasur aktivitet të shërbimit iranian këtu. Unë në atë kohë kam pritur disa herë dhe me kërkesën e tij ish ambasador në Iranit, i cili pretendonte se mujahidinët kishin plot kamikazët të cilët ishin gati të vinin të hedhin në erë në ambasadën e Iranit, që se mbani mend në atë kohë afër televizionit. Dhe insinuata të tilla të cilat isha përgjigjur qartë, nëse ju keni gjëra të tilla puna parë do të shkoni të denonconi polici, dhe së dyti duhet keni edhe një background të qartë të pretendimeve tuaja në mënyrë që institucionet shtetërore të sigurisë kombëtare ta marrin seriozisht këtë. Gjë që nuk ndodhi asnjëherë. Por ashtu, që shërbimet iraniane kanë qenë aktive në Shqipëri, kjo nuk është ere sot, kjo ka qenë prej kohësh, dhe sigurisht pjesërisht të lidhet edhe me faktin që mujahidinët janë të vendosur në Shqipëri, ato janë kundërshtarët më të ashpër të regjimit të Iranit. Ju dini mirë që ka pasur një sulm të madh ose një fushat të madh sulmesh kibernetike ndaj Shqipërisë dhe kishte një domos të paktën atëherë u tha unë në atë kohë kam qenë në NATO, atëherë u tha që pikërisht nga ky nga kampi i këtyre mujahidinëve ishin bërë sulme kibernetike, gjë që unë nuk e besoj personalisht për arsye se unë jam IT nga profesioni dhe nuk ka nevojë të jesh në Shqipëri për të bërë sulme kibernetike ndaj Iranit ose kudo tjetër, dhe vice versa. Zoti Ayazi, nëse flitet për agjentura dhe ka deklarata publike nga funksionarë të lartë, si duhen trajtuar ato? Si duhet të reagojnë institucionet shtetërore, policia, antiterrori, institucionet e tjera të ndërlidhura me këtë fushë të rëndësishme? Unë besoj se nëse se funksionarët të lartë shtetëror i kanë deklaruar të gjëra, punë parë kjo do të ketë deklaruar tek shërbimet ose më saktë do të kenë qenë në kushte normale, do të qenë të informuara nga shërbimet e inteligjencës dhe kontrainteligjencës në këtë rast, por edhe nga shërbimet tjera sigurisht. Kështu që unë besoj që të thona këto, jam i sigurt që ato do të kenë marrë informacion për arsye sepse përndryshe domosdoshmë ato thjesht tashateme dhe tashatemet nuk shërben askujt. Zoti Ayazi, ndërkohë le të themi, cili është roli që edhe shërbimi informativ shtetëror luan në raste të tilla? Shërbimi informativ shtetëror me siguri kombëtare, me shërbimi informativ shtetëror nuk e ka për detyrë të merret me protestat publike, por ka detyrë të sigurojë që nuk ka grupe terroriste, nuk ka përderi antikushtetuese në një aktivitet caktuar publik dhe për të punë ato thjesht marrin informacion, por këto informacion ato e adresojnë gjithmonë në organet e zbatimit të ligjit, të cilët në këtë rast janë policia dhe prokuroria. Pra, unë besoj, edhe kështu është ligji, ose besoj që ne
shërbimet inteligjente mbledhin informacion për gjithmonë flasin për dyshimet bazuara, dhe informacion për aktivitetet të dyshuara terroriste ose të kombëtare, dhe këto informacione i ndajnë me institucione si qytetarë, institucione disbatuese, të cilët pastaj marrin masën përkatëse për të mbrojtur qoftë për mbrojtur kujdesin në këtë rast që të mos ndodhin ndonjë akt terrorist.